Kisha vetëm mbrëm shtëpi dhe vetëm kur merr mami telefon dhe thotë që bëj diçka për darkë se po vin mysafir. Kisha vetëm 1 orë kohë për të bërë darkën dhe nuk dija nga t'ja nisja. Hajdeni t'ju tregoj se çfarë i gatova mysafirëve dje për darkë. Kisha pak mish qingj në frigorifer, kështu që e vura të zinte, bëra edhe pak fileto pule dhe pastaj thash do bëj një byrek me qumësh dhe me vezë. Këtë byrekun e bëra me peta të gatshme, me peta të thata sepse nuk kisha kohë të zija brumin dhe të hapja pet, kështu që e bëra dhe dhe kështu doli shumë i mirë. Pasi e futa byrekun furr, marinova dhe pulën me pak piper të kuq, piper të zi dhe një gotë ujë që të zinte pak dhe pastaj bëra patatet e furrës. Krip, piper të kuq, piper të zi, rigon dhe vaj ulliri. Shikoni pak sa i mirë doli byreku me qumësh dhe me vezë. Kisha kohë që doja të bëja atë djathin e bardhë me susame dhe me mjalë. Ishte shumë e lehtë si recetë, thjesht miell, e lyn djathin e bardhë me miell, pastaj në një mikser me vezë dhe me qumësht, dhe pastaj në far susami dhe i skuq. Pastaj pasi e ke skuqur, i hedh mjalë sipër dhe del shumë e mirë. Bëra edhe një sallatë shpejt edhe oriz, po orizin pas kam harruar ta filmoj. Çfarë ishte më e rëndësishme është që mysafirëve u pëlqeu shumë ushqimi. Faleminderit shumë që ndoqët video, mos harroni të bëni like, komentoni çfarë doni të shikoni video në radhës dhe bëni follow.